E ftuar e radhës është Denada. Denada është një vajzë e bukur dhe një modele. Së fundmi ka qenë pjesë e She's on Top dhe She's on Air. Denada, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam dhe më pëlqejnë shumë sytë tua. Shumë faleminderit. Sa të komplimentojnë për sytë? Shumë persona. Meshkujt apo femrat? Të dy palët. Të dy. Të dy. Të ka ndodhur ndonjëherë që të dashurohet dikush vetëm nga sytë e tu? Nuk e di. Base dhe janë dashuruar vetëm nga sytë e mi. I ke shumë të bukur me vajzë. Shumë faleminderit. Si do na e përshkruash pak veten tënde me 3 fjali? E sjellshme, e dashur, e mirë. E ëmbël. Je ëmbël apo je tip e gërsire kështu? E ëmbël në disa raste, e egër në disa raste të tjera. Në çfarë rastesh mund të jesh e egër? Kur tërbohesh? Kur më acaroj nga nervat. Dukesh ti që kur acarohesh e nxjerr të gjithë të luanin brenda vetes. Atëherë Denada, unë doja të di se si lindi dëshira jote për modeling dhe për të qenë pjesë e formatit She's on Top. Atëherë unë kam diçka që unë, me të thënë drejtën, nuk kam pas dëshirë kur të je modele, se kam pas qef kur modelingun. Edhe një ditë të bukur u zgjeva nga gjumi dhe thjesht thash do marr pjesë, pse jo, çfarë më mungon mua. Ika, Ti të shkoj? mora pjesë, më shkoj shumë mirë, më eci shumë mirë, më dha shumë fat, u jam shumë mirënjohëse, dhe kaq. Kishe rivale atje? Rivale, s'mund t'i quaj rivale, konkurrente. Ke mbajtur marrëdhënie me njërin nga gocat ende? Po, kam komunikim me disa nga gocat. Mendon që fituesja e meritoi? Po, E meritoi? e meritoj. Po ti meritoje më shumë sa aq? Edhe mbase, mund meritoja më shumë, por që e Nëse lëm aty ku është. rëndësi ka që ti ke qenë pjesë dhe i ke marrë më të mirën besoj atij formati. Normal, po. Çfarë mësove nga ai format? Mësova botën e televizionit, mësova më të rëndësishmen. Edhe ajo ishte fitoria ime. Çfarë është kujtimi më i bukur që ke nga ai format? Kujtimi më i bukur, kam shumë kujtime të bukura dhe s'di si t'i ndaj. Po, nuk di, Po momenti më i vështirë. më i vështirë ishte Dalja. Dalja nga si She's on për Top. topi Dalja. Nuk e di, s'më erdhi mirë. E prisja? U mërzita, por që jo, nuk e prisja. Mendon që Se duhet fare. të kishte dalë dikush tjetër para se të dilje ti? Mendoja. Patjetër. Patjetër. Çfarë të ndryshoi? Çfarë ndryshoi në jetën tënde pas daljes së këtij formati? U bëra një personazh publik, le të themi, vetëm ajo, asgjë më shumë. Çfarë benefitesh ke marrë nga ky program? Thjesht më njohin më shumë njerëzit. Të pëlqen fakti që të njohin më shumë njerëzit? Ka raste që s'më pëlqen fare, ka raste që më pëlqen. Pse nuk të pëlqen? S'më pëlqen sepse ta bëjnë me gisht ua kjo. Me She's on Top. She's on Top. Denada. 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 A krijove miq të vërtet në atë format? Jo, s'kam krijuar miq të vërtet. Kur nuk krijohen miq të vërtet? Në formate të tilla, Në dhe unë shumë formate të mendoj tilla. faktikisht. Jo vetëm në formate të tilla, po nejse. Ke një mikesh të vërtet sot në këtë moment që po flasim? E kam një mikesh. E beson? Po e besoj. Është e vështirë sot që të kesh një mikesh të vërtet? Është e vështirë, por në rastin tim shoqëri më është gjendur vërtet një mikesh. A do të merri sërish pjesë në kompeticione të tilla? Po, do merrja sërish pjesë. Do të jepje maksimumin tënd më mirë se ç'ishe në të parin? Unë kam natyrën e atill dhe normal që maksimumin do Çfarë do të ndryshoja? Asgjë. Do rria vetvetja, si gjithmonë. Tani do të kalojmë një pjesë tjetër. Pa. Je tip që të pëlqen jeta e natës? Më pëlqen jeta e natës, pa. Fundjavave zakonisht ku i kalon? Në shtëpi. Në shtëpi dhe në punë. Ti do zgjidhje një natë në klub me miqt apo një darkë romantike? Një natë me miqt në një klub. Nuk si je tip romantik? Nuk të pëlqejnë darkat romantike? Fare.
Nuk jam për mua, nuk e di pse. Pse, moj? Nuk e di. Ti nuk je tip romantik, domethënë. Jo, fare. Nuk e don as dashurin ta kesh romantik. Jo. Po si? Se dua romantike, duket e dua një bad boy, dashkeve, nuk e di jo. pse. Ha? Po edhe bad boysat janë pak romantik në vetvete. Çfarë të tërheq ti the unë dua bad boy? Pa, Çfarë të tërheq më shumë tek një bad boy? tipi që ka, Mhm. ajo të bën më shumë për vete. Tipi. Pa, Po tjetër veç tipit. gangster lëku. Do të na gangstera. Do atë nga gangstera, jo të nga Gangstera mami. me ty apo me Me të rretin? tjerë se me mua do jenë më të dashur se kur. Do e doje një gangster që të sillte trëndafila çdo ditë. Ua sa bukur do ishte. E Do ishte shumë bukur. Të ka rastisur? Jo, s'ma ka rastisur akoma. Të ka rastis vetëm gangster pa trëndafila. Sa e bukur. Të ka ndodhur ndonjëherë një situatë që ti ke dalë me shoqërinë po ke pirë keq fare. Më ka ndodhur, po. Edhe kur kam pirë keq fare, mund të kem marrë shumë njerëz në telefon. Një ndër to? Një Gangsteri? ndër to. Jo. Qa gangsteri? S'ka dalë akoma ai gangster që Një ndër to. Kë mund të kesh Një marrë? ndër to. Apo Po i bëjmë skip kësaj. E di vetë ai që e ke marrë në telefon, s'është në ta them. Dashurohesh më shumë kur je e pirë? Po. I leni natët pas? E le gjitha pas. Mhm. Po, kur zjojmë të nesër me them, o zot. po unë qa bëra? Si sillesh kur dikush të kërkon një foto ose të afrohet në tavolinë? Kur më kërkojnë foto, nuk e di, u bëj blog direkt. Kur më afrojnë në tavolinë, them, okej, ta shikoj njërë. Të kam ndodhur njëherë që të njohësh një djalë në klub. Ja. E vërtet është kjo? E sa e vërtet është kjo? Më shumë. Të ka ndodhur ndonjëherë? Apo të ka shkruar ndonjëherë ndonjë personazh publik? Jo, s'pa shkruar kur në një personazh publik. Po nuk do të pyes kush është, jo. Ja. Le të themi që s'më ka shkruar kur askush. Bravo, kështu fiton besimin e personazheve të tjerë publik që duan të shkruan. Je shumë stratege Denada. Je Jam. shumë stratege, bravo. Po pak fare, si shumë. Pak, ë? Tani do kemi ca pyetje për jetën tënde personale. Pa, Ratatata. Më thuaj. Je dashuruar momentalisht? Jo. Me plot bindje në themi jo. Ke qenë ndonjëherë? Jo, s'mendoj se kam qenë ndonjëherë. Po e fiksuar, e marrosur pas dikujt. Jo fare. Çfarë të pëlqen më shumë tek një mashkull? Sjellja, Verior apo jugor? verior. Pse verior? Janë të mirë, nuk e di. Po pse gjithë vajzat duan verior? Nuk e dua një djalë që thot qa ben ti? E don çabane. Qa banë tyre? Ku jeti moj? Do me thënë, do vetëm nga theksi, nga dialekti. Po. Mendon se çunat e jugut janë më të butë se ç'duhet? Janë më të butë. Shumë më të butë. Shumë më të butë. Po ti ç'a tipi je vet? Unë jam shumë e butë vetë. Jam shumë njëri, si ta them. E prandaj dua dikë që të kem ku të mbështetem. E do një më kokë fort, Pa. që të thot ai mos dil, ti nuk do të dalësh. Fjala e tij gjë, të po jetë nejse, urdhër. le të jetë, E le ta bën, thotë, e kupton? Ta kënaqë Egon. Po. Cila është gjëja e parë që vren tek një mashkull? Syt, Ç'në ngjyrë ke qefti ket? të zinj. Si duhet të jetë mashkulli ideal për ty? Këtë muhabet kisha me gocat një ditë, edhe u thash, duhet jeti gjatë, brun, sy të zinj, me mjekër, të ketë një buzëqeshje shumë bukur, edhe kaq. Edhe verior. Edhe verior, absolutisht. Shpresoj mos na shajnë jugort. Më falni, se kam shumë shoqëri nga jugu. Jo, janë njerëz mirë dhe jugu. Po, A e fal tratin ti Denada? nuk e fal tratin.
Për asnjë lloj arsyeje. Jo. E ke falur ndonjëherë? Jo. Të ka tradhuar ndonjëherë dikush? Më kanë tradhuar. Me një më të mirë, më të keqe? Më të keqe. Kur e kam parë jam habitur, thash, ua, po qa po bëhet këtu, valla. Je zgënjur? Po, jam zgënjur. Je zgënjur? Fatkeqësisht. Edhe fatmirësisht, me të drejtën. Se mëson? Më mirë që më ndodhi. Ke mësuar? Kam mësuar shumë. Të duash më shumë veten? Po. Tani s'vendos askënd para vetes time. Ke pas raste që ke vendosur njerëz të tjerë para vetes tënde? Ka patur raste. Që tani nuk ndodh më sepse ke mësuar Normal. nga zgënjim. Kush e bën hapin e parë zakonisht, ti apo djali? Djali. Je kështu, edhe në qoftë se në një marrëdhënie e ke fajin ti, nuk i shkruan ti. Jo. Jam njëri shumë i ftohtë. Shumë gabim. Shumë mirë. Jo, në momentin që në një marrëdhënie, do të thënë bëhet fjalë lidhja, ke faj ti, nuk ka asgjë të keqe se ti i shkruan. Tani unë jam femra këtu, tani Po unë djali kuptoj, nuk po. djali duhet vi. Edhe kur ke pse faj unë ti? kam faj. Po, unë atë mendoj. Jo, unë nuk dua kështu. Unë po. Ja, unë kush ka faj, le të shkruaj. E kam bërë më para këtë gjë, i kam shkruar edhe pa patur faj, edhe unë në lërsova, e kupton? Okej, unë e kuptoj, nuk jam pro Por kësaj. tani jam kështu që po deshe, po s'deshe. Bye. Bye bye. Bye. Jo, unë nuk jam pro që të marrosesh pas një djalit, të shkruash vazhdimisht nëse shikon që nuk ke hapësirë, nuk të lejnë hapësirë, por që në momentin që ti, okej, gabon o vlla, se të gjithë gabojmë. Nëse e merr hapin e para, nuk ka asgjë të keqe se në fund të gjithë këto marrëdhëniet besoj se mbarojnë vetëm nga kokëforsia dhe që askush nuk e merr hapin i pari. Edhe pse duhet të mbarojë një marrëdhënie vetëm nga egoja? Nëse është e shkruar që do mbaroj, le të mbaroj. Le të mbaroj. A beson të dashuria me shikim të parë? Jo, Pse? s'ka dashuri me shikim parë sot. Nuk ekziston dashuria sot. Fare. Fare. S'ka dashuri sot, harroje. Edhe ai që thot, jo po të dua, jo po Nuk unë të lej dua. kokën pas teje, jo po unë bëj këtë, unë bëj atë. Besoj që do vi një ditë që do të bëj sikur s'njeh në rrugë. Nuk ka dashuri sot, harroje. Ka vetëm mashtrime. Vetëm mashtrime, intriga, interesi mbi gjitha. Çfarë interesi mund të ketë një mashull tek një femër? Le të themi, dëshiron ta ketë atë. Për të kënaqur egon e tij. Për të kënaqur egon e tij, pa. Që thot, nesër pas nesër apo unë e kam patur atë. Shumë e padrejtë kjo. Ti preferon më shumë të dashurosh apo të dashurojnë? Të më dashurojnë më mirë. Pse unë dua ta kem vetë atë ndjesin të dua ti kë. Se në momentin që nuk e dua, nuk mund të qëndroj me atë person. Po në momentin që ai ikën, çfarë mund bësh ti? Do qash? Do qash, s'ke çfarë bën? E kupton se sa e mirë është ajo ndjesia të qash, të mërzitesh. Jo, të se jesh- çfarë e mirë. Jo, mua mendoj se do më shijonte shumë. Ja, mua s'm ka shijuar fare. Ti pas ke Mos qenë e lënduar, ti pas ke Unë qarë. lënduar, jo. Jo, vetëm kam qarë, kam lëtuar për net me Po, radhë. tani gjithë gocat kështu jemi. Domethënë do qajmë një ditë, dy, hajde tretën nga ikur, e kupton? Cili ishte Me shumë çelësi zështe. suksesit që e hoqe këtë të qarën dhe këtë dhimbjen, le ta quajmë. S'është se kam patur ndonjë dhimbje të madhe që themi kam pasur. Zhgënjim. Një zhgënjim, thjesht një zhgënjim i momentit edhe ka kaluar, kaq. S'është se e kam lirë aq shumë. Po, mua vjen shumë inat me veten pse të zhgënjehem unë. Pse unë? Nuk e meriton, Nuk e meritoj. nuk e meriton. Nuk e meritoj. Nuk e meriton, është e çuditshme. Askush se meriton zhgënjehet. Pasa. Ja. Ndoshta t'ja bësh këtë lojë një tradhtari, ai e meriton. Je tip Po që e bën gocat e këtë lojë? mira, jo, s'e kam bërë. As nuk kam ndërmend ta bëj. Kam tentuar, po s'e kam bërë. Nuk ja ke kthyer karmën. A mendojnë që i kthehet vet? I lejm Zotin. Bukur kjo. I lejm Zotin. Ç'pun nga mund me ta? Ç'pun gati me ta? Nga jeti më origjinë vaj? Unë nga Bureli. Nice, prandaj dish ke verior ti më goc. Edhe t'isha nga jugu, verior do doja prap.
Ke refuzuar ndonjë mashkull që sot është bërë i famshëm? Jo. Moj Denata, do t'rgohesh sinqert të lutem se më acarove tani. Jo, po s'kam refuzuar njëri që është bërë i famshëm tani. Ke refuzuar ndonjë të famshëm? Jo. Mimika flasin më shumë se unë. Po prandaj. Kjo është diçka që më ka penguar gjatë tërë jetës time. Mimikat. Që Mimikat flasin atë që Sytë tu duan. flasin më shumë se fjalët. Denata. Sytë e mi. Sytë tu. Të ka ndodhur të dalësh në një takim dhe të pendohesh pas 5 minutash pse Më ka ndodhur. Pse? Pse u pendove? Shumë arrogant. Nuk të pëlqen. S'pëlqen. Po verior pra. Tani edhe verior. Po tani jo arrogant, lutem. Po si e don Edhe tani? e thashë më parë që unë shikoj sjelljen. Qose ti sillesh mirë, okay, siç duhet me një gocë, me mua jo okay. Qose sillesh me arrogant, bën Nuk si të pëlqen. tip. Jo. Po këto tipa të ngjisin më shumë. Jo. Jo? I marinat. Bam, bam. I urrej. Cili është mesazhi më i çuditshëm që e marr në Instagram? Më i çuditshëm. S'ka marr. Paragjykime ke pas? Jo. A do ta mbajë një lidhje në distancë? Jo. Pse? Kur. Pse? Nuk funksionon një lidhje në distancë. Që do? Ai tjetri anës tjetër, ti anës tjetër, flisni kod në telefon aty. Me video call. Hajde, po, me video call. Mle nam aty. Çfarë nuk do toleroje kur tek një mashkull? Çfarë nuk do toleroja? Mos respekti. Mos të respektoj. Pa. Tani kemi disa pyetje të shpejta. Aha. Ky është momenti im i preferuar. Nëse nuk e din, ndaj mësosh. Jam pyetje të shpejta. Atëherë, verior apo jugor? Unë me mora përgjigjen verior. Brun apo bjond? Brun. I gjatë apo mesatar? Gjatë. Me mjekër apo pa mjekër? Mjekër. Elegant apo sportiv? Sportiv. Romantik apo bad boy? Bad boy. Inteligjent apo shumë i bukur? Të dyja. Instagram apo TikTok? TikTok. Pushime në Dubai apo Maldiva? S'kam provuar asnjëherë, me thënë drejtën, po. Maldive. Në thonjë se unë s'do ikja as në Dubai as në Maldive. Ku do ikja? Do ikja në ndonjë vend tjetër përveç këtyre dy vendeve. Klab apo shtëpi? Klap. Koktej apo ver? Verë. Mesazh apo telefonat? Telefonat. Lule apo bijuteri? Bishu. Lulet vyshkan. Dark romantika apo udhëtim surpriz? Udhëtim surpriz. Të bëj të qeshësh apo të bëj xheloza? Të më bëj të qesh. Pamja apo karakteri? Karakteri. Dashuri apo karrierë? Karriera. Xhelos apo indiferent? Xhelos. Mashkull i famshëm apo anonim? Anonim. Të dalësh me një futbollist apo me një artist? Me një artist. Kush është këngëtari jot i preferuar? Këngëtari im i preferuar. Klevja. Klevja. Klevja më pëlqen shumë. Pse të pëlqen Klevja? Këtë është super artist. Po nga pamja. Edhe nga pamja. Tjetër veç Klevjas. As kush tjetër. Të pëlqen Klevja nga pamja dhe se është artist i mirë. Pa. Po nga futbollistët e kombëtarës shqiptare. S'njo askan. Nuk të pëlqen asnjëri? Nuk njo. Po kemi Rejmanej. Jo. Kemi Armando Skip. Broja. Kë tjetër, kemi si Kasasu, nuk është se i njoh shumë, nuk pëlqen asnjërin domethënë. Asnjërin. Nuk Po. e ndjek futbollin, po edhe këto figurat e njohura që mbahen nuk s'pëlqejn fare. Nuk bëjnë. Rej besoj se të pëlqen se është nga jugu. Fare. Pse s'të pëlqen? Nga Rej? jugu është ai. Po. Se një, po as nuk e pëlqej. Një foto e kam parë dikur kështu rastisht, po s'është gjë. I'm sorry. Rej, më fal. Rej, sorry. Më fal, mund të jetë super njëri nga afër, po thjesht Nuk të pëlqen. nuk pëlqen. Tek një mashkull, do preferoje të sillte 300 trëndafila apo një çantë të shtrenjtë?
Tani të them realitetin e gocave të sotshme, apo të them Çfarë do doje të zgjedhje ti? unë do zgjidhja 300 trëndafila. As dhe as me gënjë. Çfarë duhet të ketë një mashkull? Çfarë është ajo dhuratë që duhet i bëj Denadës që të fitoj zemrën? Dhuratë që të më fitoj mua zemrën? Jo, s'ka dhuratë që më fitoj mua zemrën. Me mua është që t'jetë njëri i mirë. Po një dhuratë që të pëlqen. Që t'ma fitoj zemrën mua me atë Jo të dhuratë. fitoj zemrën, një dhuratë që e vlerëson. Një dhuratë që e vlerësoj. Se di. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ke marrë? Me shtrenjta që kam marrë. S'mbaj mend. Jo, do ta mbash mend. Nuk e mbaj mend. Nuk s'mbaj mend. Nuk e di. Po dhurata më idiote që ke marrë që s'të ka pëlqyer fare. Trëndafil. Au. Denada unë. Ku ta çoj atë unë? Ku trëndafili vyshkat? Po le të vyshket, le të hidhet, po nuk i pëlqej fare. Po qenë vetëm dhurata. Edhe dhurata. S'jam aq materialiste njerëz. Nuk jam. Nuk je. Okej, çfarë do doje ta kishe partnerin tënd të jetës? Doja të ishte njëri punëtor me Biznesmen? biznesmen. Tani unë do doja një mesazh për të gjithë gocat që duan të provojnë eksperiencën e shizën topit, të jenë goca kaq open mind si puna jote dhe mos ndikohen nga paragjykimet e njerëzve. Qofse kanë dëshirë për të filluar diçka, qofse kanë dëshirë jo vetëm shizën topin, qofse kanë dëshirë televizionin ose gjithçka çfarë duan të bëjnë, le ta bëjnë, le të jenë vetja dhe mos u shtirni në asnjë vend. Thjesht jeni pozitive, jepni më të mirën tuaj, edhe ecni përpara. Denada, je një vajzë fantastike, unë nuk të kisha njohur më parë, është hera parë që të njoha sot, por që mendoj se je një vajzë me të vërtet me vlera dhe e dashur e ëmbël. Por me vajzat besoj se me djemt nuk je kaq e ëmbël. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit Ishte jam. kënaqësi. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.